Truri është një organ dinamik. Fillimin e vet e ka nga tubi neural që në javën e 8 të gravidancës. Deri në moshën 2-3 vjeç është një furtunë sinapsesh dhe krijimesh neuronesh të reja. Gjithmonë mendohej që në qoftë se një pjesë e trurit vdes, kjo e zonë e vdekur. Por në fakt studimet treguan që kjo nuk ishte e vërtetë. Pse duket sikur sa vjen dhe po harrojmë më shpesh. Nuk mendoj se ka të bëjë shumë me arrim të mbaj mend më pak. Ne zgjedhim të mbajmë mend. Në praktikën e përditshme mund t'ju them që këta individ nuk duhen vendosur në stres. Shpesh duket sikur kujtimet e këqija qëndrojnë më gjatë me ne se sa kujtime neutrale. Në tru ka zona të veçanta që janë të lidhura me frikën dhe gëzimin, me emocionin që quhen amigdala. Dhe sigurisht që ka mekanizma të veçantë për shkak të neuromediatorëve që çlirohen në organizëm, për shkak të nivelit të adrenalinës, dopaminës dhe eksperiencës që ti përjeton, qoftë emocionale, qoftë edhe fizike në atë moment, bën që këto lloj emocionesh të depozitojnë në hipokampus dhe më pas në lobe të ndryshme në varësi të llojit të eksperiencës këtë kujtim. Sa herë që përpiqemi të mësojmë pak ose të lexojmë pak më shumë në lidhje me trurin, të paktën për ne njerëzit e zakonshëm, një nga gjërat e para që hasa dhe gjatë kohës që po përgatitesha për këtë podcast është dhe rrjeti i modalitetit të paracaktuar ose ky sistemi që aktivizohet kur nuk jemi duke bërë asgjë. Dua të të pyes në fillim, a është e vërtetë që, do të thënë, truri ka momente që pushon dhe nuk bën asgjë? Kjo nuk është e vërtetë. Sepse në faza të ndryshme të ditës truri mund të jetë më aktiv, më produktiv, por madje edhe në gjumë truri është mjaft produktiv, por të thuash që truri nuk është aktiv në momente të caktuara ose nuk bën asnjë gjë, kjo nuk është e vërtetë. Të jem me sinqert, po nuk jam eksperte e meditimit apo e jogës për të arritur të nivelin më të lartë të koshiencës, që të them se në zgjendje mund të jetë truri në ato momente, por e di shumë mirë që truri gjatë gjithë kohës është në betejë dhe në luftë ndërmjet dy sistemeve shumë të rëndësishme, që është sistemi simpatik dhe sistemi parasimpatik. Janë këto dy sisteme që në momente të ndryshme të ditës dhe të aktiviteteve apo të stimujve të jashtëm, qoftë stimuj fizik, qoftë edhe stimuj verbal, aktivizohen. Për shembull, sistemi simpatik është shumë i rëndësishëm sepse është ai që thuhet fight or flight. Do të thënë është, si i themi ne, ndizje e motorave, qoftë të trurit, qoftë edhe të trupit të njeriut, sepse në ato momente organizmi është i gjithi në alert dhe kryen veprime sikur të jetë në gjendje rreziku. Prandaj i thon dhe fight or flight, sepse ndaj këtyre stimujve ti fillon pastaj dhe mund të kesh raje të shpeshta të zemrës, mund të kesh thirrsitje, mund të kesh frymëmarrje të shpesh, mund të kesh lëvizje ndonjëherë të kontrolluara apo të pakontrolluara të duarve. Pra, në këtë moment truri është plotësisht aktiv. Ama edhe në momentin kur truri është më i qetë, kur hyn në lojë sistemi parasimpatik, që është një rest and digest, që i thonë, që është më i qetë si situatë, përsëri aty kemi të bëjmë me lojra të ndryshme neurotransmetuesish apo lojra të ndryshme mikroelementësh apo elektrolitësh që zhvillohen në trup. Truri do konceptuar si një rrjet mjaft i fuqishëm elektrik dhe kimik. Elektrik sepse sinapset të gjitha lidhen me njëra tjetrën ndërpërdore dhe formojnë tamam ato që quhet një rrjet, ndërkohë që është edhe kimik sepse çlirohen një sër neuromediatorësh, duke filluar që nga dopamina, norepinefrina, acetilkolina, histamina. Pra, në asnjë moment të ditës apo të natës nuk mund të themi se truri është i qetë. Si ndikon mënyra moderne të jetuarit me stimulimin konstant, me ekranet, fakti që nuk kemi pothuajse asnjë moment qetësie ose asnjë moment mërzitje në jetën tonë të përditshme. Mërzitje të konceptuar në mënyrë individuale. Mërzitje në kuptimin e, domethënë të konceptuar në faktin që ato momente kur nuk ke asgjë për të bërë, jo mërzitje trishtim, por mërzitje thjesht që
nuk ke asgjë për të bërë ose asnjë aktivitet për të marrë. Mendoj që edhe kjo nuk është zero, nuk mund të thuash që s'ke asnjë aktivitet për të bërë, ndërkohë që ti merr informacion nga televizioni, nga telefoni, nga kompjuterat, nga individët. Pra dhe kjo nuk është një gjendje që mund t'i themi gjendje qetësie. Madje mund thuhet që kjo është gjendje stresi, aktivizojmë atë që quhet sistemin parasimpatik. Çlirojmë atë hormon që quhet kortizoli, që është hormoni i stresit, i cili pastaj organizmi hyn në atë që quhet një rreth vicioz dhe shkrepëtin neuronet dhe sinapset njëri mbas tjetrit, duke e çuar individin në gjendje alerte dhe marrja e shumë informacioneve në të njëjtën kohë është i vështirë për individin, sepse pastaj duhet të bësh atë që quhet selektim, cilat janë prioritetet e tua, apo cilat janë ato mendime që ti i ke prioritet, apo cilat janë ato vendime që ti i ke prioritet. Dhe pastaj patjetër në varësi të stimujve të jashtëm që ti merr, nëse janë stimuj sensor, stimuj vizual, nëse janë stimuj që kanë të bëjnë me dëgjimin, aktivizohen zona të ndryshme të trurit. Për shembull, nëse ne kemi të bëjmë me fokusimin, me përqendrimin, me vëmendjen, me vendimarrjen, aktivizohet lobi frontal. Nëse ne kemi të bëjmë me ndjesitë, për shembull me ndjeshmërinë, me mpirjet, me stimuj sensor, apo me orientimin në kohë dhe në hapësirë, për shembull dhe fakti që unë jam në këtë dhomë, në këtë moment dhe e bëj perceptimin e kësaj dhome, më hyn në loj një lob që quhet lobi parietal, apo nëse kemi të bëjmë me stimuj auditiv, me stimuj të dëgjimit, dhe nëse kemi të bëjmë me fenomene që kanë lidhje me kujtesën, qoftë afat shkurtër apo dhe kujtesën afat gjatë, më hyn në loj hipokampusi dhe lobi temporal, që është lob i rëndësishëm që fokusohet kryesisht te dëgjimi dhe te kujtesa, apo nëse kam stimuj vizual, më aktivizohet lobi oksipital, nëse kam të bëjmë me ekuilibrin, më aktivizohen cerebelumi, që janë dy lobe të rëndësishëm që kanë lidhje me ekuilibrin, apo nëse kemi probleme të frymarrjes, të gëlltitjes, të rrajeve të shtyrës të zemrës, aktivizohet një sistem tjetër në tru që është shumë i rëndësishëm, që është trunkusi i trurit. Pra, truri ka zona të veçanta që aktivizohet në varësi të stimujve që merr nga ambienti i jashtëm. Pra edhe kjo që mund të thuhet kur s'kemi për të bërë asgjë, përsëri ne kemi një stimul vizual, apo kemi një stimul auditiv, apo kemi një stimul sensor. Dhe në atë moment është pikërisht territorit të veçanta, janë pikërisht territorit të veçanta të trurit që na aktivizohen dhe na e përpunojnë informacionin dhe pastaj na e servirin informacionin në varësi dhe të interesave që ne kemi. Dhe dua të ndalojmë pak tek kujtesa. Pse duket sikur sa vjen dhe po harrojmë më shpesh. E vëre tek vetja, e vëre tek e vërtetë është, po në tru është një zonë e veçantë që quhet hipokampus, që i themi ne është laboratori i kujtesës. Ai është territor jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, sepse aty depozitohen në fillim informacionet. Depozitohen informacionet dhe pastaj në varësi të këtyre stimujve që unë thash pak më sipër, mbasi i mban këto informacione për shumë pak kohë, sepse hipokampusi mban informacione për pak kohë, nuk mban informacione për shumë kohë, pastaj i transferon nëpër lobet përgjegjës në varësi edhe të stimujve. Nuk mendoj se ka të bëjë shumë me arrim të mbaj mend më pak. Por kur jemi në gjimnaz apo kur jemi në universitet, ne kemi vetëm një fokus, të mësojmë. Të mësojmë dhe të argëtohemi me miqt, me shokët që kemi pranë. Ndërkohë që me kalimin e viteve sigurisht që detyrat që na ngarkohen apo veprimet që duhet të bëjmë janë të shumta. Na qellon shpeshherë që na duhet të përgjigjemi telefonit, të zgjidhim një problem, të kujtojmë se çfarë ka pasur ky problemi të lidhur me një ditë më përpara, flas gjithmonë kur flas për të smurët, nëse më ndodh një komplikacion për shembull, më duhet të kujtoj nëse këto ekzaminime kanë qenë të djeshmet, kanë qenë njësoj si këto të sotshme, domethënë ne arrim të bëjmë shumë veprime në të njëjtën kohë. Mirë, po asnjëherë truri nuk i mban mend të gjitha, mban mend ato që neve na intereson. Për shembull, nëse un kam një pacient që ka një nivel hemoglobine të ulët dhe kam fokusin tek ky qëllim, atëherë unë çdo ditë në mëngjes, edhe kur e shikoj fletën e ekzaminimeve, direkt më shkon syri tek pikërisht tek kjo vlerë, tek vlera hemoglobinës. Pra, është ne zgjedhim të mbajmë mend. Zgjedhim të mbajmë mend ato situata, ngjarje
që na interesojnë, por jo sepse ndoshta jo për faktin sepse të tjerat nuk na interesojnë, por sepse kjo ka prioritet më shumë, ose siç e themi, këtë kemi në fokus për të zgjidhur. Pra, marrja e shumë informacioneve nga shumë vende hyrëse, por të s'dua t'i them portale sepse ngatrohet me portalet e webeve, por marrja e shumë informacioneve nga struktura të ndryshme na bën që të jemi më selektiv, dhe sigurisht që të mbajmë mend pastaj ato që na duhen. Dhe pastaj, mbasi mbajmë mend ato që na duhet, hipokampusi gjatë procesit të gjumit i transferon tek vendet e duhura në varësi edhe të stimujve që do ta zgjojnë këtë kujtim më pas. Për shembull, nëse ne kemi të bëjmë me një dyqan parfumesh ose me një parfum të preferuar, sigurisht që do na zgjohet pjesa e nuhatjes apo pjesa do thirret ai kujtim, në varësi të ka qelluar ndonjëherë për shkak që kur kalon në rrugë dëgjon një parfum, ndjen një erën e një parfumi dhe thua ku e kam ndier dhe pikërisht ajo aromë ty të lidh për shembull ose me një individ tjetër të ngjashëm që e përdor ose me një dyqan tjetër që ti mund ta kesh parë. Pra, është pikërisht kjo që bën truri, bën këto lidhjet e shkurtra, këto lidhjet në varësi të stimujve që ka. Pra, nuk kemi të bëjmë me faktin që nuk mbajmë mend, por kemi të bëjmë me faktin se çfarë prioritetesh i vën vetes, sigurisht në mirëqenien tonë. Por kjo ka lidhje shumë me moshën, se mos t'i ngatrojmë gjërat. Nëse flasim për moshën 20, 30, 40, 50 dhe afër të 60-tave, nuk mund të themi që kemi çrregullime të kujtesës, qoftë afat shkurtër dhe qoftë afat gjatë. Ama nëse kalohet kjo moshë, këto që thoni juve, që nuk mbajnë mend, duan një vlerësim më të saktë në drejtim të atyre që quhen çrregullime të kujtesës, nëse vërtet kemi të bëjmë me patologji degenerative që janë demencat, apo është thjesht një çrregullim kujtese që ka lidhje me një patologji sekondare dhe jo domosdoshmërisht me një çrregullim kujtese të lidhur me demencën. Dhe me që jemi tek demenca, për këdo që mund të jetë duke na dëgjuar dhe është i shqetësuar se një familjar ose një afërm i tyre mund të jetë duke u përballur me Alzheimerin ose demencën në fazat e hershme, çfarë do të duhet të kishin kujdes dhe si mund ta ndihmojnë atë të afërm të tyre, se është një lloj sëmundje që të çarmatos pak. Është e vërtetë dhe është e vërtetë edhe kjo që thatë juve, që thatë një familjar ose një afërm, sepse në fakt personi që ka vetë çrregullime të kujtesës nuk shkon kurrë tek mjeku apo te specialisti i thotë që unë jam një njerëz që kam çrregullime të kujtesës. Nëse të vjen një ankesë nga një individ që thotë që unë kam çrregullime të kujtesës, duhet ta marrësh të rezervuar këtë ankesë, sepse në pjesën më të madhe të rasteve nuk ka lidhje me demencën, me sëmundjen e Alzheimerit. Janë në fakt pikërisht familjarët dhe të afërmit e individëve ata që vënë re që një afërm i tyre ka çrregullime të kujtesës afat shkurtër, sepse nëse do të flasim për sëmundjen e Alzheimerit, është pikërisht çrregullimi i kujtesës afat shkurtër. Siç e thash dhe pak më lart, hipokampusi që është ai territori shumë i rëndësishëm që bën këtë depozitimin e kujtesës afat shkurtër, mbi moshën 60 vjeç fillon edhe bën atë që thon humbjen e neuroneve apo ne në gjuhën shkencore i themi atrofin, plakin apo zvoglimin e hipokampusit. Dhe ai fillon të mos depozitoj më kujtime afat shkurtra dhe vetë hipokampusi nuk transferon më në lobet e tjera kujtimet në mënyrë që t'i kthejë dhe ato në pjesën e kujtimeve afat gjata. Dhe fillojnë edhe harrojnë vendin kurrin, harrojnë kafen kupin, kafe për ditë, apo harrojnë porosit që mund t'i japi një familjar, bashkëshortja për të bërë pazar, nuk arrin dot që kanë probleme me monedhat, nuk arrin të njohin monedhat, nuk arrin dot të bëjnë veprime qoftë edhe më minimale, qoftë edhe t'i japin makinës, një njerëz që ka qenë një dhënës shumë i mirë, një shofer shumë i mirë i makinës nuk arrin dot më që t'i bëj këto veprime. Dhe sillen tek mjeku specialist nga familjarët, pikërisht për këto çrregullimet e kujtesës.
Por është shumë e rëndësishme për të evidentuar nëse kemi të bëjmë thjesht me çrregullim kujtese në terren të një sëmundje degenerative apo është një çrregullim kujtese në terren të ndonjë sëmundje tjetër, sepse duhet kemi parasysh që ka dhe sëmundje të tjera që mund të bëjnë çrregullime të kujtesës, siç janë për shembull anemit mund të bëjnë çrregullime të kujtesës, çrregullime patologjitë e tiroides mund të bëjnë çrregullime të kujtesës, deficitit e vitaminës B12, të vitaminës D. Pra, ka disa sëmundje të tjera, ka disa patologji të tjera që mund të manifestohen në çrregullime të kujtesës dhe e mira e këtyre është që kur ti korrigjon patologjin bazë dhe kujtesa përmirësohet. Ndërsa kur është në terren të sëmundjes Alzheimerit, duhet kemi parasysh që kemi dhe humbje strukturore. Humbja strukturore bën që të zvoglohet masa e hipokampusit dhe sigurisht që duke qenë se shtëpia zvoglohet, nuk mban më rroba brenda, kështu që apo sende brenda, kështu që domosdoshmërisht nuk ke çfarë depoziton më dhe nuk ke çfarë transferon më në lobet e tjera. Çfarë duhet kemi kujdes? Duhet kemi kujdes që e para një herë të bëhet një vlerësim i mirë tek mjeku dhe të përcaktohet saktë shkaku që ka sjell këto çrregullime, nëse kemi të bëjmë me çrregullime objektive apo subjektive, dhe njëkohësisht nëse ka hapësirë për të mjekuar, pse jo? Dhe nëse vërtet individi është i sëmur apo diagnostikohet me këtë patologji, duhen filluar medikamentet në mënyrë që neve të ngadalsojmë procesin e plagjes. Fatkeqësisht, patologjitë degenerative janë sëmundje që nuk mund të stopohen. Kanë dalë 2 medikamente të reja që cilësohen si medikamente që mund ta stopojnë procesin e degenerimit, sidomos kur kapet në fazat e rreshme. Në Shqipëri nuk janë disponibil. Në fakt edhe në Evropë janë të rezervuara kundrejt përdorimit të këtyre medikamenteve edhe për shkak të efekteve anësore që kanë si medikamente. Por nëse ne bëjmë një diagnostikim të hershëm dhe fillojmë një terapi të hershme, ngadalsojmë procesin e plagjes. Dhe sigurisht që fitojmë qoftë cilësi të jetës më shumë, qoftë edhe sasi të jetës më shumë. Ndërsa ajo që duhet bërë është që në praktikën e përditshme mund t'ju them që këta individ nuk duhen vendosur në stres. Nuk duhet t'u thuhet gjithkohës u harrove këtë, u nuk bëre këtë gjë, u pse se bëre këtë gjë, sepse është një gjë ata nuk e bëjnë me dashje. Do të thonë nuk e mbajnë mend, po jo se duan ta bëjnë një gjë të tillë. Duke i vënë në stres, pastaj manifestohen dhe disa simptoma të tjera të kësaj kategorie pacientëve që kanë të bëjnë me ndonjëherë me mbyllje në vetvete, depresionin, apo ndonjëherë dhe me agitimet e shprehura psikomotore që mund të bëhen agresiv, të dhunshëm. Pra, kërkon shumë tolerancë dhe mirëkuptim nga ana e familjarëve, duke u lehtësuar problematikat dhe duke mos u vënë vazhdimisht në vëmendje, por duke u vënë, si i themi ne, mjete në mënyrë që ata të rrisin fokusin e tyre. Për shembull, mund t'u jepet një fletore ose një blok, ku ata mund të mbajnë shënim, sidomos në fazat e hershme deri në fazat e mesme. Dhe mund të mbajnë shënim të gjitha detyrat që kanë për të bërë gjatë asaj dite. Dhe duke qenë se e mban në dorë, ai mundet fare mirë që ta çekojë, që të thotë po, këtë gjë e bëra. Ai dini që dhe procesi i çekimit të detyrave quhet multitask, domethënë që ti bësh check një veprimi të bërë, quhet një veprim me disa faza. Dhe këtu hyn në lojë lobi frontal, domethënë që e kam bërë e para një që ti po e lexon, që është një veprim e vete. E dyta e ke kryer këtë veprim, që ky është absolutisht diçka më vete, e ke kryer siç e kishe në plan për ta bërë. Dhe pastaj dhe fakti që ti do t'i vësh check, po e kam bërë, dhe ky është një ndër multitask veprimet që lobi frontal ka një rol shumë të rëndësishëm. Pra, prandaj them që edhe kjo gjë bëhet në fazat e hershme deri në fazat e mesme, sepse kur kalon faza e mesme, pastaj është e vështirë që dhe ai të t'i vëri çek asaj detyre që ka bërë, sepse mund ndoshta mos ta mbaj mend fare detyrën e ka bërë apo nuk e ka bërë, pavarësisht se mund ta ketë të shkruar në letër. Po për njerëzit që nuk vuajnë nga një sëmundje neurodegenerative, a ka aktivitete të përditshme ose zakone që na shpërqendrojnë ose që edhe mund të na dëmtojnë kujtesën? Po, patjetër që ka. Qëndrimi në parapsira të mbyllura, mungesa e kontaktit me njerëzit. Kjo bën që
të jesh i izoluar dhe pikërisht ky lloj izolimi të fut në atë gjendje që ndonjëherë quhet gjendje stresi, mërzitje, ndonjëherë ankthi i shtuar me arsye apo pa arsye. Njëkohësisht mos kryerja asnjë aktiviteti, mos pasja e asnjë targeti apo një qëllimi, mos pasja e planeve. Sigurisht që ka pastaj vese të ndryshme, siç janë për shembull alkooli, që thuhet që ka një lidhje të drejtë për drejtë me vetizolimin apo ndonjëherë sepse duket sikur në fillim vërtet të ngre humorin, por në fakt simptomat post janë shumë herë më të rënda se sa përpara se ti të filloje përdorimin e alkoolit, përdorimi i duhanit. Të gjitha këto në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthort bëjnë që individi të jetë i tërhequr, i izoluar. E ke vënë re që për shembull në dimër thuhet gjithmonë që pacientët janë më të mbyllur, individët janë, njerëzit janë më të mbyllur, janë më pak optimist, nuk krijojnë shumë marrëdhënie me njerëzit, nuk dalin më, pikërisht edhe për shkak të kushteve atmosferike, apo edhe për shkak të ditës edhe natës, sepse kjo ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë në zgjimin e trurit. Pra, dhe kur vjen pranvera është krejt ndryshe, njerëzit janë më të qeshur, më gazmor, janë më harmonik në marrëdhëniet ndërmjet njëri tjetrit. Kështu që patjetër që arsyeja kryesore është vetizolimi dhe mbyllja i bën njerëzit më të predispozuar ndaj shumë simptomatikave të tjera. Ka ndonjë praktik ose diçka që mund të aplikojmë në përditshmëri për të përmirësuar kujtesën tonë? Po, është ka shumë, jo një. Është shumë e rëndësishëm aktiviteti fizik, sporti. Po. Të marrit me sport. Të marrit me sport ndikon jashtëzakonisht pozitivisht edhe në rritjen e përqendrimit edhe të fokusit. Çfarë të lloj aktiviteti, nuk ka rëndësi nëse është aktivitet që bëhet në ambiente të mbyllura apo në ambiente të hapura. E rëndësishme është që ti gjatë aktivitetit rrit nivelin e adrenalinës, rrit nivelin e serotoninës dhe sigurisht që të dy neuromediatorët janë të lidhur ngushtë me rritjen e humorit dhe me mirëqenien individuale, veçanërisht me mirëqenien shpirtërore, por patjetër që po morëm me sport të ketë mirëqenien fizike. Është leximi. Leximi është shumë i rëndësishëm, veçanërisht në aktivizimin e trurit, po jo vetëm lexim për të kaluar faqet një nga një, por njëkohësisht edhe kryerja e analizave, e veprimeve analitike në lidhje me atë që ke lexuar, nxjerrja e konkluzioneve që ti ke bërë, domethënë që ti atë që ke lexuar ta vësh në një farë mënyrë, ta analizosh, ta interpretosh, të nxjerrësh konkluzionet, nuk ka rëndësi se nëse janë konkluzione të drejta apo jo të drejta, por mjaft që ti në këtë 10 faqesh që ke lexuar ke nxjerrë një konkluzion dhe ky konkluzion ta ka vënë ty trurin në punë dhe ka bërë analizën e tij njëkohësisht. Ka në rol shumë edhe kryerja e veprimeve matematikore, kryerja e puzzle-ave apo kryerja e fjalkryqeve. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme në mbajtjen e aktive të trurit dhe marrëdhëniet ndërpersonale të qëndruarit me njerëz pozitiv, me njerëz që ty të bëjnë të ndihesh mirë, që të bëjnë të qeshësh, të argëtohesh, sigurisht që ndikon jashtëzakonisht mirë dhe në rritjen e fokusit, përqendrimit dhe të kujtesës. Nuk e di si e shihni këtë pjesën e inteligjencës artificiale dhe marrjes gati, po themi të përgjigjeve për probleme të ndryshme, ose qoftë edhe nëse ke lexuar diçka, tani nuk të duhet më ndoshta ta analizosh vetë, por mund t'ia kërkosh ChatGPT-s, t'i japësh disa hinte të vogla se për çfarë është libri ose për çfarë është materiali dhe të bëjë një përmbledhje. Nuk mund të them që ndikon negativisht, sepse jam kundër teorisë që inteligjenca artificiale na ka bërë më përtac. Sepse mendoj që ka lidhje më shumë sinqerisht me ato që quhet fokus. Në qoftë se unë dua që të lexoj 10 informacione, 10 artikuj të ndryshëm për një patologji për shembull. Dhe nuk më del koha që t'i lexoj të 10, sepse t'i lexoj 10 artikuj më duhen 2-3 ditë, të jem e sinqert. Dhe nëse i lexoj fustë të dhënat bazike dhe marr një informacion të përmbledhur,
mendoj që dhe këto 10 artikuj unë mund t'i analizoj brenda 2-3 orëve, sigurisht që kjo është gjë pozitive. Pastaj varet shumë nga aftësia e individit për t'i interpretuar këto. Më qelloi para ca ditësh të fusja në ChatGPT 1-2 ekzaminime të një pacienteje për të marrë një mendim. Në fakt, përgjigjja që më erdhi nga ChatGPT-ja nuk ishte përgjigjja reale e ekzaminimit, kështu që unë e dija përgjigjen e ekzaminimit, por thjesht kërkoja disa detaje më shumë nëse mund të më jepte informacion më shumë në lidhje me një interpretim të një elektroencefalografie apo një zhej që thotë siç i thot populli. Në fakt përgjigjja nuk ishte e ChatGPT ndoshta nuk është kaq shumë e fokusuar në këto lloj interpretimesh analitike shumë të rëndësishme, po nuk ishte fare lidhje me përgjigjen reale. Dhe me thënë të drejtën aty u stopova sepse kur kërkoj një artikull ose i them për shembull që cilat janë rezultatet e filan artikulli, unë i marr për të mirë qenë ato sepse janë analizuar nga ChatGPT-ja. Por kur i futa një ekzaminim, që në fakt është një ekzaminim elektrofiziologjik, që kërkon sy për ta interpretuar, përgjigjja nuk më erdhi reale. Pra, unë mendoj që absolutisht ka të mira pafund, por sigurisht që do dhe t'jesh objektiv, të kesh ato objektivitetin për të qenë kritik, ose më mirë për ta interpretuar dhe për ta kapur edhe gabimin e dhënë prej tij. Një studim që doli para pak kohësh nga Universiteti i Cambridge sugjeronte që truri jo nuk zhvillohet gradualisht, po zhvillohet në 4 faza ose 4 periudha e quhen ata radikale me ndryshime madhore që fillojnë ata ndanin fëmijëria nga lindja deri në 9 vjeç, adoleshenca nga 9 vjeç deri në 32 dhe kështu me radhë dhe fazat e tjera. Jam kurioz të di, domethënë, çfarë ndodh në aspektin biologjik në këtë pikë që dallon kaq shumë nga fazat para dhe pas kësaj. Për shembull, aty thuaj që rreth moshës 32 vjeç truri pëson një ndryshim të madh duke kaluar në një gjendje më të stabilizuar, dhe ata e cilësonin këtë me faktin që njeriu ka kaluar nga adoleshenca në fazën e të qenit i rritur. Truri është një organ dinamik. Fillon e krijohet që javën e 2 deri në javën e 8, fillimin e vet e ka nga tubi neural që në javën e 8 të gravidancës. Dhe patjetër që deri në moshën 2-3 vjeç është një furtunë sinapsesh dhe krijimesh neuronesh të reja. Krijohen pafund sinapse. Sinapset janë neurone që lidhen ndërpërdore me njëri tjetrin, që mund të lidhen me një neuron, por mund të lidhen dhe me shumë neurone. Dhe gjatë kësaj periudhe krijohen pafundësisht sinapse. Ndërkohë që nga mosha 2 deri në 10, 12, 13 vjeç këto sinapse pastaj fillojnë edhe selektohen ato që janë të dobishme dhe zhvendosen ato ose zhduken ato që janë të padobishme. Dhe patjetër që me kalimin e viteve pastaj në moshën e re të 30-32 vjeç marrin fokus pikërisht këto neurone që i duhen organizmit. Dhe patjetër pastaj që në këtë periudhë ka një farë stabiliteti të krijimit të këtyre neurone, të këtyre sinapseve dhe neuroneve, deri në moshën 50-60 vjeç që mund të fillojë pastaj dhe humbja neuronale. Kjo ka lidhje shumë me ato që quhet plasticiteti i trurit. Kohët e fundit plasticiteti i trurit po merr shumë vëmendje. Si term në fakt për herë të parë është përdorur rreth viteve 1910, domethënë janë terma të përdorur të shekullit të fundit, ndërkohë që studimet e fundit pastaj në lidhje me neuroplasticitetin e trurit më shumë fokus morën rreth viteve 70-80, sepse gjithmonë mendohej që në qoftë se një pjesë e trurit vdes si rezultati një dëmtimi, një traume apo një patologjie, quhej zonë e vdekur. Por në fakt studimet treguan që kjo nuk ishte e vërtetë, sepse truri gjatë gjithë kësaj kohe bënte ato që quhenin sinapset e reja. Truri është gjatë gjithë kohës në punë duke bërë atë që quhet neurogjenezë, që sigurisht në fëmijërinë e hershme dhe deri në moshën 24, 25, 30 vjeçare është vazhdimisht në aktivitet duke krijuar sinapset e reja. Ndërkohë që më pas bie neurogjeneza, jo se nuk krijohen sinapse. Truri krijon sinapse kundrejt çfarëdo lloji informacioni të ri. Për shembull, nëse unë shoh një gjë të re që nuk e kam parë asnjëherë në jetën time, dhe ndërkohë që kjo gjë më tërheq dhe më shfaq interes, patjetër që truri im fokusohet dhe fillon edhe krijon ato lidhjet e veta, sinapset e veta ndërmjet tyre, duke i dhënë fokus kësaj gjëje që
mua po më pëlqen ose që po më tërheq, duke ma vënë edhe në të funksion të aktiviteteve. Sigurisht që krijimi i sinapseve të reja ka lidhje edhe me zonat e veçanta të trurit. Për shembull, korteksi prefrontal, që është një territor shumë i rëndësishëm i trurit që ka lidhje me vendimarrjen, piqet goxha vonë. Piqet rreth moshës 23, 24, 25 vjeç. Prandaj e kemi provuar të gjithë që kur jemi adoleshent apo në rininë e hershme, kemi bërë gjëra që kur i rikujtojmë mbas, them nuk do t'i kisha bërë kurrë për 100 vjet. Pikërisht për këtë arsye, sepse në atë moshë lobi apo korteksi prefrontal është ende i papjekur dhe nuk është në gjendje që të marrë pikërisht ato vendimet që janë të duhura. Marrin vendime në varësi të interesave të momentit, po jo vendime analitike, të vlerësuara apo të interpretuara në mënyrën e duhur. Por asnjë gjë nuk është e prerë me thik, që mund të thuhet nga 2 deri në 9 apo nga 9 deri në 14 apo në 14 deri në 25, sepse nuk mund të thuhet që ti kur mbush moshën 25 vjeç do të bjeri direkt pjesa e formimit të sinapseve në krahasim me ç'ke bërë gjatë këtyre 10 viteve të fundit. Për shembull, nëse juve ose unë do të më pëlqente sot të filloja të mësoja një gjuhë të re që nuk e di. Patjetër që kjo do më ndikoj pozitivisht dhe truri im do vendoset në lojë, duke krijuar sinapse në mënyrë që të ma shtoj neuroplasticitetin e trurit dhe duke më dhënë mundësi për të mësuar më shumë. Pra gjithmonë të mësuarit e një diçkaje të re jep mundësi individit që ta mbaj trurin të shëndosh. Shpesh duket sikur kujtimet e këqija ose kujtimet që kanë dhe një lloj ngarkese emocionale qëndrojnë më gjatë me ne se sa kujtime neutrale ose kujtime që nuk jemi shumë të lidhur emocionalisht. Jam kurioz çfarë mekanizmash bëjnë që disa eksperienca të na nguliten në tru, ndërkohë që të tjera i harrojmë ose e kemi më kollaj për t'i harruar. Unë mund ta them me kënaqësi këtë gjë që është shqyr që harrojmë. Po të mos harronim do ishte tragjike që të mbanim mbi kurriz të gjitha emocionet, qoftë emocionet e mira apo qoftë emocionet e këqija. Domethënë mendoj që individi do i kishte të papërballueshme nëse do t'i mbante mend të gjitha situatat që do t'i ndodhin gjatë jetës së tij. Në tru ka zona të veçanta që janë të lidhura me frikën dhe gëzimin, me emocionin që quhen amigdala. Amigdala është shumë afër hipokampusit dhe sigurisht që ka mekanizma të veçantë, veçanërisht për shkak të neuromediatorëve që çlirohen në organizëm, për shkak të nivelit të adrenalinës, dopaminës, të acetilkolinës që çlirohet në organizëm dhe eksperiencës që ti përjeton qoftë emocionale, qoftë edhe fizike në atë moment, bën që këto kujtime, ose po përdor një term shokut si shok elektrik. Bën që këto lloj emocionesh të depozitojnë në hipokampus dhe më pas në lobe të ndryshme në varësi të llojit të eksperiencës këtë kujtim. Dhe sigurisht është stimuli pastaj ai që e thërret kujtimin. Domethënë stimuli që mund të jetë frika ose mund të jetë për shembull njerëzit që qëndrojnë nëpër lartësi, që kanë frikë nga lartësitë, e kanë këtë në çfarëdo lloj momenti që hipin në lartësi, pikërisht për këtë arsye, sepse fillojnë edhe aktivizohen ky lum i madh neuromediatorësh dhe patjetër që mund ta lidhin këtë pastaj të rrasin kujtime, eksperiencat e këqija që mund të kenë përjetuar në qëndrimet në lartësi, apo ndonjëherë jo vetëm të përjetuara, por edhe të thëna nga të tretë dhe nga të katërt. Për shembull, mu duk sikur hipa në katin e 20 dhe mu duk sikur po bija. Dhe unë kur hipi në katin e 20 më thërret, domethënë më vjen në mendje pikërisht kjo fjalë dhe papritur më zë paniku, pavarësisht se unë mund të jem në ascensor, në një ambient të mbyllur, pikërisht për faktin se po shkoj në katin e 20, më zë frika e thën nga të tjerët për eksperiencat që ata kanë përjetuar. Pra, mendoj që ka lidhje më tepër me atë rrjedhën neuromediatorësh që ndodh gjatë
kujtimeve të këqija që i bën këto kujtime të depozitohen dhe pastaj janë stimujt ato që i tërhesin dhe i bëjnë ndoshta më aktive. Ndërsa kujtimet që janë më të buta si kujtime nuk janë kujtime që thirren kollaj nga stimujt i jashtëm. Ekziston një lloj miti në lidhje me trurin që ne përdorim vetëm 10 deri në 20% të kapacitetit të tij. Duhet të dim fillim, është e vërtet kjo apo është mit? Kur e kam lexuar për herë të parë këtë gjë para shumë vitesh, jam detyruar pastaj që të hyj të lexoj pak më shumë. Shumë njerëz thonë, shumë shkencëtar thonë që përdoret shumë pak në varësi të kapaciteteve. Shumë të tjerë thonë që përdoret patjetër që më shumë. Personalisht fokusohem te pjesa e teorisë që nuk mund të përdoret vetëm 10-15% e trurit, me një shpjegim të thjeshtë fare. Truri ka shumë të ndara zonat, i ka shumë të përcaktuara. Për lëvizjen e këtij gishti te një gishti, unë kam një territor të caktuar në trur që ma lëviz këtë gisht. Për të kapur një objekt, dorën unë e kam të vendosur në një territor të caktuar që truri im në atë territor, po të marrë stimul, mua do më lëvizi dora. Këmba e ka më vete, shikimi e ka më vete, dëgjimi e ka më vete, të menduarit, të perceptuarit e ka më vete. Për shembull, në neurologji, për studimet avancuara, përdoren shumë ekzaminime imazherike për të parë qoftë spektroskopia apo qoftë rezonancat magnetike me sekuenca të ndryshme, për të parë se cilat zonë e trurit metabolizon në atë moment që ti kryen një veprim të caktuar. Dhe sigurisht që zonat të veçanta përgjigjen për funksione të veçanta. Për shembull, në qoftë se unë gjatë gjithë kohës do lëviz gishtin e madh, po flas, një muaj rresht do bëj këtë punë, do lëviz gishtin e madh. Atëherë, zona që unë kam përgjegjëse në tru për lëvizjen e gishtit të madh, të mos smadhohet. Pse? Sepse unë bëj një veprim dhe shtoj atë që quhet neuroplasticitetin e trurit në atë territor të caktuar. Pra, unë kam zonën të përcaktuar. Si mund të them unë tani që unë kur lëviz dorën, kur lëviz këmbën, kur bashkëbisedoj me ty, kur lexoj një libër, kur dal një shëtitje, kur dëgjoj një muzikë, vë në punë vetëm 5 deri në 10% të trurit, ndërkohë që këto janë territore krejt të veçantë nga njëri tjetri. Dëgjimi është më vete, kujtesa është më vete, lëvizja e dorës është më vete, shikimi është më vete. Pra, për të kryer një veprim, mua më duhet të vë disa pjesë të trurit në funksion për ta realizuar. Një pyetje të fundit, nga puna juaj e përditshme me pacientët, ka diçka që ndoshta ju ka lodhur në këtë profesion dhe çfarë është ana e kundërt e saj, domethënë gjëja që ju bën të vazhdoni dhe ta doni akoma. Po diskutoja sot mëngjes me kolegët dhe ka qelluar këto 2-3 javë të fundit që kemi pasur nga 3-4 ditë pushimi në javë. Po. Dhe pavarësisht aktiviteteve personale, familjare, sigurisht që puna është jashtëzakonisht e rëndësishme në jetën e një individi. Dhe ky është një profesion që unë kam zgjedhur vetë, kam zgjedhur me dëshirë dhe aq më tepër specialitetin e neurologjisë. E kam thënë edhe në vende të tjera që unë nuk do kisha bërë dot një gjë tjetër më mirë se sa ditë bëj këtë gjë. Dhe patjetër që lodhesh sepse të qellon shpesh herë që një pacient nuk të shkon ashtu siç e ke programuar apo planifikuar, sepse pacientët janë kompleks me shumë sëmundje. Ti zgjidh një problem, shfaqet një tjetër dhe sigurisht që ty të qellon që të përballesh për ditë me sfida të reja apo me sëmundje të reja, por patjetër që ka dhe shumë kënaqësi. Domethënë kur pacientët të shkojnë mirë, kur të gjitha problemet zgjidhen në mënyrë më të mirë të mundshme, apo kur edhe pastaj merr edhe falënderimet e familjarëve apo dhe të pacientit, patjetër që kënaqësia që provon është shumë herë më e madhe se sa lodhja. Pavarësisht se unë e them që puna e mjekut, jo vetëm në Shqipëri, por kudo është një punë e nënvlerësuar për lodhjen fizike dhe për lodhjen mendore që i detyron, që me të cilin një mjek përballet për ditë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.